pra Ermal Alsimia, një student i diplomuar dhe i doktoruar në Francë, pra në zemrën të këtyre sindikatave. Në Universitetin më të madh të Francës. Po flas për dimensionin ideologjik, ndërkohë që ke shumë të përbashkëta me një të djathtë anglo-amerikan, të themi në botkuptimin tënd filozofik, qoftë si konservator apo libertarian, dhe kjo ka influencuar natyrisht edhe veprimtarinë tënde si sipërmarrës, jo ti je filozofinë tënde politike. Atë, unë jetoj jetën ashtu me të njëjta parime me të cilat njoh dhe analizoj dhe politikën. Unë kisha një pyetje specifike këtu, duke qenë se ju jeni një sipërmarrës jo i çfarëdo llojshëm, por në fushën e arsimit. Si e shikoni sa më shkurt domethënë, jetë e mundur problematikën kryesore të arsimit sot, sepse dëgjojmë shpesh që flitet për arsimin e lartë, por shumë pak që flitet për arsimin para-universitar dhe ju jeni një sipërmarrës pikërisht në këtë fushë. E qartë, problemi është shteti. Është e thjeshtë. Ti sot ke një kombinim të dy faktorëve vdekje prurës për arsimin. Ti ke një shumicë shqiptarësh që synojnë të kapin një punë në shtet. Do thotë jetojnë me rentë, jetojnë me rrogat e tjera, me taksat e tjera. 66% nga sondazhet e shqiptarëve duan të kenë një punë në shtet. Nga ana tjetër, ti ke një shtet i cili fiks saktësisht ja u plotson këtë lloj nevoje. Kemi 200.000 veta gati në administratë, nga të cilët ndërkohë që Shqipëria do të kishte nevojë për 70-80.000. Vetëm Luksemburgu na e kalon në Europë në 25% gati. Luksemburgu mund t'ia lejojë vetes me nivelin e jetës që ka. Shikoni si kombinohen këto dy elementë. Keni pra njerëz, e thoshte edhe Tocqueville, vjen një moment ku ndoshta më përpara njerëzit ishin servil ndaj mbretit, tash i bëhet qeveria që është servile ndaj njerëzve. Njerëzit duan vend pune në shtet. Shteti ç'a bën? Okej, doni vend pune, po jap vend pune në shtet. Domethënë po jap mundësinë këtyre 200.000 vetave, jo të gjithë se një pjesë e tyre dhe punojnë dhe janë dobishëm, po pak një 100.000 prej tyre që janë komplet s'kan asnjë lloj dobie, po ju jap mundësinë të jetoni në kurrizë të atyre që punojnë. Me taksat e atyre. Pa bërë asgjë ju për këtë. Do shteti e ka gjetë këtë gjë. Po them shteti, jo një qeveri e caktuar. Kjo qeveri që kemi e çoj në paroksizëm atë, por edhe të tjerët e kanë bërë këtë gjë më parë. Dhe ç'a ndodh tash? Në momentin që synimi kryesor është që ti të kapësh një punë në shtet, dhe mund të jetosh në kurrizë të tjerëve, nuk ka më rëndësi çfarë studimi bën. Sa do studiosh ti, çfarë rëndësimi? Atëherë çka ka rëndësi? Vetëm të marr diplomën. Dhe sistemi arsimor i lartë i përshtatet kësaj gjë. Kjo është arsyeja pse unë nuk jam shumë optimist për universitetet në Shqipëri. Pra që kosa kërkesa nuk është realisht për dije, por është për këtë gjë tjetër. Sot në Shqipëri mund të ketë gjithsej 500 studentë që janë studentë vërtet që duan të shkojnë në shkollë për studiuar. Po këta studentë në universitet vijnë nga sistemi parauniversitar, ata nuk ata punojnë direkt. Po ç'a ndodh tani? Ç'a ndodh? Për të futur më përpara, sidomos ka qenë rënd, për të futur në ato degët e mira, ti do duhet kishe nota të mira, të kishe mesatare të mirë, dilje mirë maturë etj. Ky ka qenë sistemi. Unë gjithmonë kam qenë kundër këtij sistemi. Kam qenë me sistemin e konkursit. Për shkak fiktivitetit notës etj. Do të thënë, edhe sistemi parauniversitar, gjimnazi dhe ai që vjen më përpara ndërtohet mbi fiktivitetin dhe nevojën fiktive për të pasur nota të mira që ti të shkosh studiosh pastaj ato deg që të hynë në punë. Domethënë në gjithë sistemi bëhet sikur shteti bën sikur ka universitete, mësues drejtorët e shkollave bëjnë sikur po bëjnë punë dhe sikur janë të suksesshëm, mësuesit bëjnë sikur japin mësim, sepse edhe prindit vetë shumica shkojnë i kërkojnë nota dhe jo atë. Do të thënë ka disa zgjidhje, po zgjidhjen kryesore ai patjetër kur shteti heq dorën nga klientelizmi. Kjo është elementi i parë kryesor. Një gjë tjetër pastaj që e vendos shkollën në Shina, sistemin parauniversitar, është ta shikosh se ku është burimi kryesor. Kush e bën shkollën? Shkollën nuk e bën muret, nuk e bën as drejtori, nuk e bën as shteti. Shkollën ta bën mësuesi. Ai është njësia bazë. Nëse ti je vlerëson mësuesin, e ke tredhur mësuesin, e vendos mësuesin si shërbëtor jo dinjitos ndaj prindit edhe ndaj nxënësit, rezultati është që ti sot nuk e ke funksional instrumentin kryesor, veglin kryesor që e mban në këmbë arsimin. Pra duhet rrit autoriteti i mësuesit, duhet garantuar autoriteti i mësuesit. Fakt, kjo që u thoni është në shumë vlerë, sepse vendet që dalin në renditjen e pjesës më mirë në botë, megjithëse kanë sisteme të ndryshme edukimin, të arsimit parauniversitar, janë Finlanda dhe Singapori dhe Finlanda ka rënje. Po të shihet këto vende kanë përtej specifikave që ato kanë në qendër figurën e mësuesit, pra motivimin e mësuesit dhe jo vetëm aq, po edhe kulturën. Singapori ka një kulturë të frikshme konkurrence që nëse kemi në Shqipëri. Një konkurrencë që vlerëson jo vetëm autoritetin e mësuesit, se ato e vlerësojnë edhe në politikë autoritetin, ata në gjitha nivelet, dhe familje etj. Është dhe shoqëria vetë me vlerat që ka. Por është edhe elementi tjetër. Ne këtu përpiqemi të zhdukim, këtu njerëzit shohësh çdo ditë shef postime. Sa bukur se Finlanda i ka zhdukur detyrat, i ka zhdukur librat, ka zhdukur etj, eksperimente të tilla. Vjen momenti thu vetes, po mirë çfarë është shkollë kjo?
apo kopsh me drek. Nuk merren specifikat që ka secili Patjetër. vend në fakt, sepse natyrisht 5 gadishujt në Europë, natyrisht. secili gadishull ka specifikat e veta, në Skandinavin, atë ballkanik. Natyrisht. Kush mendoni se do ishte një model i përshtatshëm në Shqipërinë? Unë mendoj që modeli që do funksionon në Shqipëri është ai i vendeve si Singapori. Por është vështirë që të funksionojë sepse ka disa dallime kulturore të mëdha. Shumë. Në Shqipëri mund bëhen disa gjëra, fatkeqësisht gjatë gjithë këtyre viteve nuk është folur për problemet reale, për problemin e autoritetit mësuesit, për problemin e meritokracisë, problemin e fiktivitetit. Në Singapur është Mërshëm të një notës. autokraci libertariane, që është në fakt një E vërtet. oksimoron në vetvete, por që E vërtet, po. Domethënë liri maksimale ekonomike në aspektin politik më kufizime më të mëdha. Po e lejmë atë pjesën, nuk është ajo që është thelbësore. Është ky elementi tjetër i arsimit. Domethënë ti duhet të fuqizosh rolin e mësuesit, do duhet të fuqizosh autoritetin, në radhë parë të mësuesit dhe nga ana tjetër pastaj do duhet vendosësh edhe elementet e meritokracisë në ato aspektet e larta. Se në fundit si përcaktohet çfarë bëjmë në rrugës? Përcaktohet nga destinacioni. Do shkojmë plazh, po, do marrim rrobe banjot me vete. Do marrim ushqim me vete. Do shkojmë në mal, do vishemi trash. Ti nuk mund të nisesh për rrugë ta vendosësh rrugës se çfarë do bësh. Domethënë, destinacioni, objektivat që ti ke, strategjia që ti ke, ato janë më të rëndësishme.